le të konkretizomi, varfëria në këtë rast, në këtë lutje, mos është thjesht në aspektin metaforik, si varfëri, pra apo është edhe në aspektin material. Sa pesh ka një varfëri materiale, që askush nuk e dëshiron në këtë jetë, dhe gjithë ne punojmë dhe stërmundohemi pikërisht për mos me qenë të varfër, sepse është një rëndesë e madhe psikologjike. Njeriu për varfëri shet gjithçka, fillon shet edhe nderin, nuk është pra si lidhet, si ingranohet me mosbesimin, se këtu duhet të jetë urtësia dhe madhështia, besoj. Pra, nëse dënë të alojmë pjesën e parë që thash mund të flasim për të sa dush, po sepse është një det i madh, dhe dalëm pjesën e dytë të hadith, respektivisht në temën e dytë, për pasojat e varfërisë, e që ai i bekuar e cekit hadith pra runa Zot, më ruaj o Zot prej varfërisë, e lidh pas mosbesimit kufrit, nga se varfëria shumë herë e shtyen njeriu të bëj punë të liga, të cilat mund të qojnë edhe në dalje nga feja, nga dini, mu ashtu se thati me shit edhe matë shtrajten të cilën e qmon e posedon, apo të cilën e ka ai individ. E pasojat e varfëris janë të hatashme, janë të mëdha, janë të pafundshme. Ndashme ripasojat e varfëris nga ana nga ana e arsimit, dashmerën nga ana shëndetësore, dashmerën nga ana ekonomike, dashmerën nga ana politike, dashmerën nga ana sociale, dashmerën si individ, si familje dhe si shoqëri krejt, se cila prej tyre veç e veç gjenë kallabllak faktor të cilët të destabilizimit dhe që rregullimit të individ dhe të shoqërisë nga fukaralloku i madh. Se cilën prej tyre ta mërsh, nësë janë nga arsimi atje, që ta mërmendja tyhe, një familje e cila me zër, me pikë të zorit, e ja siguron fëmijëve të vetë kafshatën e bukës. Që shka me mendu për shkollim? A mund t'jetë fëmiju gjeni, shumë i aftë është, por shkollimin e lën dorës dytë, sepse dorës të parë primare ka kafshatën e bukës, për atë arsye... E kuptoj. Po, pra, me këtë shembull që ai ngrati, ai asy ka kohë më marrë me shkencëtare, me njerëz të dijese, sepse është i preokupuar me varfëri. Edhe besoj që edhe një ekuilibër midis nevojës materiale dhe shpirtërore është brenda kësaj lutje. Nëse marrëm nga ana shoqëri, nëse merr nga ana shëndetësore, smundjet më të mëdha në këtë glob botës janë në shtetet e varfëra. Për shkak të mungesës të medikamenteve mjekësore, smundjet vdekjepruse të cilat marrën me mija veta në botë, me miliona veta në botë, janë së shkak i varfërisë. Për atë arsye, në disa analiza apo në sondazh thotë, 1/3 e popullatës në botë janë të varfër, pra mbi 2 miliard njerëz janë të varfër, prej tyre mbi gjysmën 50% të tyre janë analfabet, fukaralluku dhe ignoranca janë të ndërlidhura në ngusht. E qartë.